Inshallah si çan listën ti. Jo, më nuk mirë na mat sport fare. Tash unë bëj kërkesë që të futen. Pse ti jeni fara agenti ti, shpesh thuaj një agent i Anglisë e kështu. Jo, tash unë është fakt. Pa Izraelit e Anglisë drejt ka thënë. Tash unë i kam raportet e mira me të gjitha shtetet alate që e përkrahin. Jo. Ku më bëon agent i Anglisë vëlla? Jo, unë jam shtetas i Britanisë së Madhe dhe shtetas i Anglisë. Anglia dhe Amerika na ka shpëtu? Mirë po, kryetari i Londrës është i Pakistanit që thotë jam musliman. Po, a ditë kur u bë ai? Kryetari i Londrës, pakistanezi, muslimani u bë kryetar në komunë në Londër. Apo më kupton ku morën shkollë? Dëmona me agenti s'ki të bëj kur gjë. Jo, më çfarë duhet jam shtetas i Britanisë. Pse mua po më intereson në diçka domthonë edhe nëse zgabojmë vitin 2013, nëse zgaboj edhe Ahmet Kaloja Hoxha nga Shqipëria u shpoll në ngrata në Maqedoni. Pse? Ja, Ahmet Kaloja Ahmet Kalojën e kanë mashtruar këto xhallarët e Maqedonisë. Ndoshta e ka mashtruar Omer Bajramin këto tjerë. Nuk isha thon Bekiri nuk mirët me kësi gjëra. E kanë mashtruar dhe kanë desh ta fusin luftë me mua. Nëse ti je i kombit sultanit, unë jam i kombit Gjergj Kastriotit. Ne mund të bisedojmë, mund të rrim bashkë, mund të ndihmohemi njëri me tjetrin, por nëse momentin unë i hapi krahët që shtone dhe kallëzoj forcët e ti, atëherë unë nuk jam njeri. Apo kupton? Unë habit na Bekiri do të më ardhë, unë më pranu mua që jam imam i shqiptarëve, apo kupton që e njoh Kur'anin më mirë se ai, jam ekspert i Kur'anit. Nëse ma gjenë, ai gabim ma gjenë, ai nuk ka fol asnjëherë keq për mua Bekir Halimi, me përjashtim që një gazetar ka desh me shtin kurth. Ma ardhi dikush më pyet. Themi tek Ahmeti. Po këtë lidhen me Ahmet Kalaon, domethënë. Sa ato e kanë pru Ahmet Kalaon, kanë kontakte, shtinën edhe ajo ofendoi Ahmet Kaloja, më ofendoi mua kocëkoti pa më njoftë. Edhe mua ka thonë se nuk e hek, unë i tham publikisht, më ka thonë Ahmet Kaloja nëse nuk e hek emisionin me Tim Shkupin as vina mo ty edhe unë e respektoj Ahmet Kalaon dhe e du shumë. Ai është kundra teje? Jo, nuk është kundra me, se punon për shtetin shqiptar. Është e vërtet? Normale, është shtetas i Shqipërisë. Prandaj është poll në ngrata po thon nga Maqedonia? Jo, nga Maqedonia këto Maqedonisë dikush ka dhënë informata të këqija për Ahmet Kalon që ka bërë thirrje me shku njerëzit në Siri, që ka fakte prova. Që është e vërtetë? Jo, ka fakte prova, ka incizime. Që ka bërë thirrje? Po ka bërë thirrje për me shku me luftun Siri. E çish tash me shku me luftun Siri dhe punon për shtetin shqiptar të spolidhen. Po mirë, tash ja ka bërë shefin ai grupit atje, ku e di unë. A mund që domon Ahmet Kaloja punon? Ahmet Kaloja nuk punon kundër shtetit shqiptar. Jo. Edhe unë e kum thonë këta haptasin në Facebook e në shkrimin tim, më kupton? Pastaj ja hoçën atë në ngrata, Ahmet Kalas, ja hoçën. Unë s'kam as telefon këtë, tash në telefon. Jo, mos po mendon që pish krya Ahmetit ta? Jo, Ahmeti më ka pararoj, unë e mbroj Ahmet Kalon, s'ka të fol. Po ai po fol kundra te jo burr, më ka thonë ke emision me Tim Shkupin. Dy xhallar që më kanë sulmuar më shumë dikur të kom pas emision është Omer Bajrami dhe Ahmet Kaloja. Po pse të kanë sulmuar ato di, pse unë i mbroj më shumë të ato di. E çish është e mundur ti për shembull, ki domethënë komente negative për Omer Bajramin, ata bën like Zekiria Bajrami. Zekiria, u habita edhe unë, pse di që unë jam i vërtetë, unë jam lajmi i vërtetë. E di që unë nuk gaboj asgjë me Kur'an. E di që nuk i fut në sedër askujt. E di që nuk i kaloj kufite njerëzore. Unë të respektoj kush je, po do më respektoj. Nëse unë tham jam shqiptari Gjergj Kastriotit, nëse unë tham se fjala komb është organizim politik, e ka përdor Veçil Harxhi, e ka përpunu Sami Frashri, duhesh me pranu se nuk është e imja, është fakt. Nëse ta mos e përdor fjalën fe për besimin tanë religjioz, edhe mos të shëndra në emën të shumicës absolute, duhesh me pranu disa rregulla. Shqipnia si shtet ka lind mbi emblemën feja shqiptarit të shqiptaria. Edhe në vetë shqiptar. Bravo. Otimi, po na e kena se harruam më thonë kena një sponsor trakisa, dani gut. Po e kisha pi gotën rakis pas emisionit se ta kuptojmë si çështje e punës këtë misionit, mas punërorit. Tash mos po dalaj sen tjetër, rakis. Jo, po e kisha pi edhe urinën e devës, po du me po molla Shevçetin edhe molla Naimin këto ta pim bashkë. Pse ata po thuçi? Po, ato thonë se njeri shërohet me urinën e devës. A ki provu ti në shërohet? Unë nuk e kam dert, unë heci edhe në zjarm, edhe në natë. Pa ki provu urinën e devës? S'është probleme, kam dëshirë ta provoj me molla Shevçetin, molla Naimin, edhe molla Bekirin. Afgjon se unë kam koleg, kështu në një nga studimet. Po ju se keni provu në herë? Mos më pyet, unë thirrë këto, nëse e pinë ato, unë më njerë mas tyne. Më mas tyne. Unë nuk i detyroj me pi ato alkool. Nëse ato e pinë urinën e devës, unë më njerë mas tyne. Pse me, nëse s'gaboj ti deri në vitin 1996 ke punu si Hoxh? Po. Pse u tërheqe? Jo 96.